Kam përshtypjen që mund të jenë në Shqipëri, por edhe mund vinë nga jashtë. Por ajo rreziku më i madh në këtë histori, ashtu siç e shoh unë, është që cilat do të jenë filtrat ku do të kalojnë këto kompani që do të marrin këto licenca. Nëse si do të shmangen persona të cilët kanë qenë të lidhur me kultivimin e kanabisit ndër vite në Shqipëri. Pasi mjafton të sjellin këtu shembullin e Maqedonisë së Veriut, e cila përpara nesh e ka përqafuar këtë lloj industrie dhe shohim aty që ka dështuar me sukses. Pam që persona të lidhur me grupe të caktuara kriminale në Maqedoninë e Veriut kultivonin kanabis në këto sera dhe më pas e nxjerrin në treg ilegal. Kjo do të jetë se cila do të jetë politika e qeverisë shqiptare dhe institucioneve shqiptare, Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit dhe njësër institucioneve tjera të sigurisë për të mbajtur këta persona larg këtyre licencave